Përshëndetje sërish, I uroj të ftuarit në studio mirëseardhjen Nati Lia Kotnanit, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Dua t'u falenderoj sepse kalendari juaj është gjithmonë në kujtesë dhe arsyeja pse më keni thirrur, jam shumë i gëzuar që statistikat vlen shumë për jetën tonë edhe për të ardhmen tonë. Flasim për një figurë shumë të njohur të besimit të krishterë shqiptar. E kujtojmë datën e tij të lindjes, 4 nëntorit e vitit 1929, kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi Anullatos. Dhe ju keni një rrugëtim të gjatë me atë si figurë në rrugëtimin tuaj të besimit. Unë doja ta nisja me takimin tuaj të parë, duke sjellë në vëmendje dhe është një takim që ka qenë me mbërritjen e tij në Shqipëri, pra që në fillimet e tij në Shqipëri. Jam shumë i emocionuar edhe i entuziazmuar që të flas për një figurë të ndëritur, jo vetëm të besimit tonë kristian ortodoks, por një figurë mbar botërore, si ajo e kryepiskopit të ndjerë Anastasi Anullatos, të cilin Perëndia e bëri të denjë, të udhëheqë, të ndërtoj dhe rindërtoj kishën e shkatëruar gjatë regjimit kaluar. Me të vërtetë, takimet me kryepiskopin jam të shumta. Unë jam bashkëkohës që nga ardhja e tij në Shqipëri në vitin 1991 dhe më datën 2 gusht të vitit 1992 me kërkesë të besimtarëve pranë Patrikanës Ekumenike në Konstantinopol, u bë e mundur që Sinodi i Shenjtë i Patrikanës të caktojë nga eksark në kryepiskop një njerëz të nderuar, të respektuar, siç është ajo e kryepiskopit Anastas. Takimi im i parë me kryepiskopin Anastas ka qenë në vitin 1991 në Korrik, kur ai u dërgua si eksark i dërguar i jashtëm i Patrikanës Ekumenike për të parë gjendjen e kishës së shkatëruar. Dhe më shumë se një muaj mbërriti në vendin tonë dhe vizitoi të gjithë dioqezat, qytetet kryesore, fshatrat, vendet me tradita historike, kishat e vjetra, të cilat në shumicën e rasteve ishin transformuar apo ishin shkatëruar plotësisht, dhe i duhej një përgjigje plot nga ana e Vatikanës që të raportonte se në çfarë gjendje ishte kisha e shkatëruar gjatë regjimit monist. Takimi i parë ishte shumë entuziast, ka qenë mosha e tij 62 vjeçare dhe me sa kishim mësuar me anë të literaturës dhe miqve tanë që ndodheshin jashtë shtetit, do të vinte në Shqipëri një njeri i vetëm që kishte mundësi të përballonte ato vështirësi, sepse mund të themi që çdo gjë jo ishte në zero, por mund të them se ishte në minus, dhe vetëm gjeti 17 klerik në gjithë Shqipërinë që ishin të gjithë të moshuar. Dhe asnjë udhëheqës shpirtëror të gradës së lartë episkop apo metropolit. Ju në atë kohë çfarë moshe kishit në takimin tuaj të parë me Në takimin tim të parë me kryepiskopin kam qenë 39 vjeçar dhe punoja në... Kishit hyrë në rrugën e besimit në atë kohë? Unë kam një traditë nga familja ime, pasi edhe baba im ka qenë... Pra ke trashëguar? Klerik. Dhe i gëzoi edhe hapjen e kishës, ku së bashku të dy për 7-8 vjet, neve dilim nga shtëpia dhe meshonim së bashku, edhe mbi supet e babait tim ra një punë shumë e madhe, sepse të gjithë kishin nevojë që të dëgjonin fjalën e Perëndisë, të gjithë kishin nevojë që të pagëzoheshin, të gjithë kishin nevojë që të kurorizoheshin dhe të vëheshin të gjithë shërbesat e shenjta, sepse populli në atë kohë ishte shumë i rritur. Pra ishte rritur jashtë besimit edhe kishte marrë një trajektore besimi. Ishte përçudnuar, ishte ofenduar, ishte përbuzur, dhe tani era e demokracisë bëri që besimi të marrë trajtën e duhur dhe gjithmonë njerëzit kishin një kurreshtje shumë të madhe se çfarë besimi i vërtet.
Dhe Përshtypja e takimit të parë, sepse edhe kjo ka të rëndësinë në formimin tuaj si klerik. takimi parë në tha që filan ditë të mbrinë në raportin e Rinasit dhe një përfaqësi e kishës sonë të organizuar në të kohë deri në ardhjen e kryepiskopit, ku deri në të kohë Korça ishte kryeqendra e organizimit dhe drejtimit të punëve në Kishën Ortodokse ato kevale shqiptare, u bë mundur që u organizuam nga të gjithë diocezat e vendit, e dollë me pritëm në stacionin e Rinasit në aeroport. Jo vetëm përfaqësues nga kleri ortodoks, por kishte edhe nga besimi katolik, musliman, dhe në këtë mënyrë Ishte një ceremoni e plotë. Ishte një ceremoni e plotë, po për fat të keq mund të them se nga ana e shtetit Ndërkohë që nuk ishte vlerësua siç duhej. Institucionet? Përfaqësues të rangut të tretë apo të katërt. Kjo tregonte se akoma gjurmët e së kaluarës mbi zotëronin. Dhe atje na bekoi qani me lotgëzimi, erdhi ora e Zotit, na tha, Perëndia me ne dhe ne me Zotit, këto ishin fjalët e para. Krishti u ngjas së vdekur është me vdekjen shkelje dhe të varrosur jetën falje. Pra këto ishin disa nga parollat e tij, disa nga thirrjet e tij që në çdo liturgji hyjnore, në çdo takim që bëheshin me njerëzit kudo që ai vizitoi, ai, domethënë, la një përshtypje të mirë që në momentet e para. Ishte një njeri shumë i edukuar, një njeri i pamshëm, i pastër, i edukuar domethënë me ndjenjën kristiane ortodokse, por dhe atë qytetare edhe humane. Dhe kjo na bëri me krah. Klerikët e vjetër u ringjallën. Mund të them që babai në atë kohë ishte 85 vjet, vuante edhe nga disa sëmundje të kohës të pleqërisë, dhe por sa mori vesh ardhjen e kryepiskopit edhe lirin e besimit, ai u ripërtëri. Edhe punoi i vetëm për shumë muaj, derisa erdhi nga fshati i Dardhës edhe atë Kristoraci, që të dy dhanë një ndihmës shumë të çmuar dhe na përgatitën edhe neve klerikëve të rinj me ndjenjën kristiane ortodokse se si duhet të ishte një klerik i vërtet. Me ardhjen e kryepiskopit të rëndësinë e parë i kushtoi gjetjes dhe vizitës që i bëri në çdo familje klerikëve të vjetër. Një përkujdesje shumë e madhe, sepse në atë kohë të gjithë ishin të sëmurë edhe në vuajtje sociale të skajshme. Nuk u kishin as pensionin që kishin përnuar si klerikër. Por vetëm ato vitet e punës që qenë në ndërmarrjet shtetërore. Dhe në këtë mënyrë krijoi një fond të veçantë, jo vetëm që u dha diçka nga ana monetare, por ai i pajisi me veshjen e dur që klerikët të ktheheshin përsëri punës dhe të kipnin shembullin e tyre. Por sot neve kemi kushtet komode. Në atë kohë nuk u kishe mundësi që të shkel një mikisha sepse qenë ngurë, qenë stalla, qenë depo municionesh, depo drithi, kinemash, vatra kulture, reparte ushtarake dhe të gjitha këto me anët të një entuziazmi që ekzistonte në atë kohë nga të gjithë besimtarët, u bë mundur që ato të pastroheshin, të rregulloheshin dhe me sa kishte mundësi, gjithçka mund të jepte një njeri i thjeshtë që të kontribonte sadopak për të ndërtuar apo për të lulëzuar atë vend të shenjtë. Dhe puna filloi e mbar, kryepiskopi premtoi shumë dhe dua të theksoj këtu se fjala e tij gjithmonë bëhej realitet. Nuk kam parë një njeri që të theshte fjalën e të mos e mbante. Ka qenë shumë koncis, shumë i drejtë, edhe mbante mend shumë, kishte një intelekt të zhvilluar dhe me anë të një pamje ai të merrte vesh se çfarë do t'i theshe, se çfarë do të kërkonje dhe në këtë mënyrë ai u bë një njeri për ne shpirtëror i pazvendësueshëm. Një udhëheqës shpirtëror, një dora e Zotit erdhi për të ngjallur familjen në besim të ortodoksisë, po ç'përfaqëson ai për gjithçka që sot ka dhënë? Ai u ndai jeta në 25 janar të këtij viti dhe besoj se ka lënë shumë në gjithë periudhën që prej vitit të largët 1991 deri në 25 janar të këtij viti. Pyetje shumë e vend, shumë e drejtë.
në personin tim dhe të gjithë vëllezërve tanë dhe gjithë besimtarëve, është një më i madh poliedrik, mund të quajmë. Një udhëheqës shpirtëror i papar, një arkitekt shëmbullor, jo vetëm për ndërtimin e kishave, por një arkitekt për përmirësimin e jetës dhe ngritjen e nivelit në radhë të parë, kërkoi një kler të përgatitur, pimantik, që të shikonte domethënë punën e Perëndisë dhe të mos kishte mendjen tek duart e të tjerëve. Pra na vori një dinjitet, na lidhi një rrogë modeste, por neve në atë kohë edhe gjendja e popullit ishte shumë e mjerueshme të themi. Populli nuk u kishte lekë të tepërta që të përballonte nevojat, por ai me kërkesën, me këmbguljen e tij, u bë një lipsar i vërtetë, edhe shkoi në të gjithë kishat, në të gjithë miqtë e tij, siguroi fonde që neve sot i shikojmë edhe janë të dukshme në sytë tanë. Pra, krahas përgatitjes së klerit, një veçori duhet të theksojmë, kishin filluar apat e para që të përgatiteshin disa klerik në Greqi. Para i deshte të përgatite klerik vendas, pa ndikimet tuaja, dhe u përpoq, ashtu si që thash dhe më përpara, hapi seminarin teologjik në qytetin e Durrësit, në kampin e ateshëm Niko Bellojani, ku një kontingent i mirë nga të 4 anë të Shqipërisë, përqafuan thirrjen e tij, edhe sot janë nga klerikët më të nderuar, edhe po bën edhe më të vjetrit, sepse koha bën të sajën. Edhe ju jeni nga studentët e parë të këtij seminari. Sigurisht, edhe unë jam një nga klerikët e parë, të vitit 1992, një kontingent për të admiruar, dhe pjesa dërmuese e atyre që morën pjesë në seminar janë i retornisur, jo vetëm si klerikët, si diakonër apo klerikë, por edhe episkop, edhe mitropolit. Dhe kjo është dora e tij e ngrohtë që na zgjati neve dhe na përgatiti dhe na udhëzimet dhe u bë një shembull që neve atë ta ndiqnim jo vetëm në momentin liturgjik, jo vetëm në momentin e fjalës së Perëndisë, por edhe si një qytetar, edhe si njeri i nderuar dhe respektuar, edhe në mbarë arenën botërore, me të cilën ju me siguri do të pyesni se çfarë peshë të madhe zë ky njeri në sferën botërore. Jo vetëm në kishën ortodokse, por edhe në kishën evropiane dhe në atë botërore. Sot kisha autoqefale shqiptare, çfarë gëzon fal punës, përkushtimit dhe gjithçka që kryepiskopi Ndier Janulatos i dha Shqipërisë pa u kursyer, se blenda theksojmë, nuk u kursye që nga dita e parë e mbritjes në Shqipëri deri në ditën që ai mbylli syt duke ndruar jetë. Mund të them se gjithë jeta dhe veprimtaria e kryepiskopit Anastas është një periudhë sulmi, një periudhë gare, një periudhë ndjekjeje për të plotësuar më së miri nevojat më të ngushtme, jo vetëm të kishës, por edhe në drejtim të sjelljes, në drejtim të ngritjes institucioneve arsimore, kulturore, për të përfaqësuar sa më mirë ambientin, që njerëzit të kishin mundësi që të ballafaqoheshin edhe të gjenin një mundësi shpëtimi. Vepra e tij e parë ka qenë kjo, ngritja e institucioneve shëndetësore, sepse gëzuam një trashëgimi të izoluar dhe në këtë mënyrë edhe sot tek kësaj dite funksionojnë disa qendra të rëndësishme shëndetësore, jo vetëm klinika qendrore në qytetin e Tiranës, ku është për të marrë shembull dhe kryen të gjitha veprimet mjekësore, por klinika kemi edhe në qytetin tonë të Korçës, kemi në qytetin e Kavajës, kemi në qytete të tjera të cilat njerëzit vinin, vizitoheshin edhe menin edhe ilaçe pa para. Pra kontributi i tij ishte i gjithanshëm, jo vetëm për kishën, por edhe për fusha të tjera. Social. Po.
edhe në fushat të tjera. Në drejtim të arsimit, si shtama hapi akademinë, sot kemi universitetin më të lartë të Logos, përgatiten të rinjtë nga të gjitha anët e Shqipërisë, pa dallim feje. Është një arritje shumë e madhe. Kemi shkolla në Gjirokastër, në Korçë, në Durrës, në Vlorë, edhe në qytete të tjera ku përgatiten njerëzit për të arritur rezultate të mira dhe të shërbejnë me nder në atë profesion që ata do të marrin. Edhe të japin kontributin këtu, jo të marrin shkollën dhe të largojnë, siç është bërë praktikë në ditën e sotme. Edhe kjo është një arritje shumë e madhe. Tjetër, kemi kopshtet, një dashuri e madhe për të vegjëlit, duke bazuar në fjalën e Krishtit, lere një fëmijë të vinë tek unë. Dhe në këtë mënyrë ai është kujdesur shumë për këtë brez. Ka ngritur kopshte, bile në qytete të veçanta si në Tiranë, në Shkodër, në Korçë, ka patur edhe nga 2 kopshte, të cilat jo vetëm që janë shumë të kënaqur, edhe kanë dalë shumë fëmijë të përgatitur, por edhe prindrit e tyre kanë marrë një mësim prej fëmijëve të tyre se si ata kanë marrë mësimet, jo vetëm në drejtim të besimit, por edhe në drejtim të programit të artuar nga Ministria përkatëse e arsimit. Kjo është një arritje shumë e madhe. Ndërsa në sferën tjetër të përkrajës sociale, dashuria e tij ka qenë shumë e madhe. Sidomos për të abandonuarit, të vejat, të sëmurët, njerëzit të braktisur, që nga përkraja mjekësore, përkraja tjetër e ngrojes, sepse neve kemi një dimër të ashpër dhe furnizim me druzjari, ku një pjesë e mirë e besimtarëve furnizoheshin nëpërmjet kryepiskopit. Apo edhe ushqimi, edhe ushqimi e mencës, që ofron që çdo mund të ditë. them se edhe në metropolitë e tjera janë ngritur, por në metropolinë tonë funksionon një mencë dinjitoze dhe aty marrin pjesë 120 veta. Dhe që ka një histori të gjatë, u bën shumë vite që ofron këtë shërbim. Dhe në fillim e kishim nga miqtë tanë nga Greqia, na furnizonin, por me anë të thirrjes edhe të kryepiskopit Anastas, edhe të kryepiskopit tanishëm Nim Zotianit, edhe mitropolitit të ri Anastasit, një qëllim kryesor ka qenë për kraja për mencën, që njerëzit të mos e kenë barkun bosh, por të jenë gjithmonë në përkraje, të jenë në kujdesin tonë, edhe të jenë gjithmonë të shëndetshëm. Kjo ka qenë një strategji e thellë e kryepiskopit edhe vazhdon edhe në ditët e sotme. Unë mund të them se krahas këtyre që përmenda, kryepiskopi mbetet një figurë e nderuar edhe në aspektin ndërkombëtar, në dialogjet e ndryshme. Ndërmjet jo vetëm kishave ortodokse. Mund të përmend vitin 2016, kur në Kretë u mblodh sinodi i ortodoksisë dhe një nga lektorët kryesorë për përgatitjen e tezave të këtij takimi të Kretës ishte kryepiskopi Anastas. Në disa seksione mori pjesë edhe kryepiskopi tanishëm Fërlumdëria i Johani dhe ai i përmbushi detyrat më së miri. Pra ka qenë një njeri mendje dritur, larg pamës, duke u përshtatur situatave që kalon kisha ortodokse dhe atje u kurorëzua me sukses mbyllja e atij takimi që edhe sot e kësaj dite neve po i vëmë në jetë mësimet edhe detyrat edhe ligjet dhe kanonet që ka caktuar ai. Kryepiskopi ka lënë një pasuri të vërtetë, jo vetëm për kishën autoqefale shqiptare, por edhe për shoqërinë shqiptare, ka sjell modelin e një njeriu që vlen të jetë i shumë fishuar sot në shoqëri, në mënyrë që kjo shoqëri të bëhet dhe më e mirë, edhe aq më tepër e denjë për sa i përket besimit të krishterë. Do doja ta mbyllja me kujtimin më të veçantë që keni nga
të gjitha takimet dhe marrëdhënia që ke patur nga afër me kryepiskopin e Ndier Janullatos. Para se ta mbyll, biseduam edhe me drejtuesin tuaj, duhet të përmend që emri i tij është shumë i dëgjuar dhe i respektuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Ai mban titullin honoris causa në 28 universitetet botës. Edhe qytetit tonë i nderuar i Korçës dhe të zgjedhurit tanë lokale e kanë kuptuar misionin dhe rëndësinë që kishte kryepiskopi. Dhe i kanë dhënë titull nderi të nderuar dhe lavdëruar, jo vetëm se neve e kemi përkrahur, edhe ai na ka përfaqësuar drejtësisht, por është një nder edhe për komunitetin, edhe për ata vetë që din të vlerësojnë njerëz të tillë. Ai sot në qytetin tonë mban titullin qytetar nderi, që nga viti 2007. Mban titullin honoris causa në Universitetin Fanoli dhe një pavion i këtij, një fakultet me emrin e tij Anastas Janullatos. Një rrugë në qytetin tonë mban rrugën kryepiskopi Anastas. Të gjitha këto qyteti Korçës e ka vlerësuar sepse dhe ai veten e tij e ka quajtur unë jam një korçar i vogël dhe më në vend ai tha unë jam një njeri korçar. Mi imagjinoni se sa respekt dhe sa nder i ka bërë këtij qyteti, që vepra e tij është e dukshme si katedralja që ngrihet madhështore në qytetin e Korçës. Ai sistemi i Shëngjërgjit polifunksional që ka disa mënyra dhe forma për të ndjekur e për të frekuentuar, njëkohësisht janë kopshtet, janë qerdhet, janë shkollat, janë edhe përkraja e tij sociale që neve vazhdojmë me rigorizitet, jo vetëm që t'i mbajmë, por të kemi të paruar edhe amanetin e tij që na ka trashëguar brez pas brezi. Mirë, me këtë kujtim të bukur dhe këtë lidhje të veçantë që kryepiskopi Ndier Janullatos kishte me Korçën, e mbyllim bisedën. Unë të falenderoj për kohën, për gjithë këto kujtime të bukura dhe vëmendjen që sollet të kësaj figure që do të vazhdojë të mbetet shumë i vlerësuar me gjithçka që ka lënë, me veprën e tij në të gjitha drejtimet, jo vetëm në Shqipëri, por në Korçë, edhe për Korçën në veçantë. Edhe unë ju falenderoj shumë për këtë thirrje që bëtë. U vlerësoj gjithmonë, siç e theksova në fillim, që jeni shumë statistikor, mbani ngjarje dhe data të rëndësishme dhe kjo e ditë sotme na bën edhe neve që të vlerësojmë akoma më për punën tuaj të çmuar në transmetimin e fjalës së vërtetë dhe aq më tepër edhe në linjën e besimit. Ju falenderoj. Ju uroj suksese në punën tuaj të shenjtë. Përshëndetje, është koha t'i uroj mirëseardhjen të ftuarit në studio, Nikolin Mosko, ose siç e njohin me emrin artistik Niko Mosko, një piktor i cili prej gati 27 vitesh jeton në jashtë kufive të Shqipërisë, por ka ardhur këthe nga anët tona sepse arti të sjell në vend lindje, jo vetëm arsyet e tjera që lidhen me familjen dhe çdo gjë tjetër. Është kënaqësi e madhe që të kthehem si artist. Pas kaq shumë vitesh. Kënaqësi, duke qenë se ti ke patur një marrëdhënie të ngushtë me Korçën çdo vit, edhe pse tashmë jam bërë gati 27 vjet që jeton jashtë Shqipërisë, për herë të parë vjen në petkun e artistit. Unë do doja ta nisja, sepse do t'i kthehemi edhe pjesës së arsyes pse ke ardhur, edhe cila ka qenë ajo që tashmë është e hapur në emrin tënd ose në penelatat e tua. E nisim me fillimet e tua me artin, sepse gjithmonë çdo profesion ka fillimet e tij. Ka të shkëndijën e parë që ti jepet dhe më pas përkushtimin. Çfarë kujton nga kohët e para që ti ke përqafuar pikturën? E vërtet, në fakt fillimet janë shumë të hershme, janë rreth moshës 6-7 vjet, kur mbaj mend shkonim dikur në shtëpinë e pionerit. Klasë të parë, klasë të dytë, ndoshta edhe merret, po me shtëpinë e pionerit filloi. Mbaj mend profesorin e nderuar Raqi Kuqalin, mbaj mend disa që më për kolekt tani janë piktor, Genti Prokon.
Ato kanë qenë apat e parë, mbaj mend kur të enave dhe tenteve ishim me ziprisnim që të shkonim ke shtëpia e pionerit. Çfarë të shtiu të shkojë në kursin e pikturës, se besoj kështu quhesh atëre. Në Kursi i fakt, pikturës në shtëpinë e pionerit. Traditat e familjes kanë qenë në muzikë më shumë, në art kanë qenë në përgjithësi, po në pikturë nga familja nuk kemi pasur ndonjë talent. Ti doje të bëhe të veçuarin. Kështu që unë pa dashur e bëra të veçuarin, në fakt. Edhe dal nga dal të rëmben dhe vjen një moment pastaj që të pëlqen ai shumë sa nuk e lëshon dot. Gradualisht domethënë jam edukuar domethënë me artin, shikoj që dhe në shkollë spikati e pak më shumë, mundohesh të punoje pak më shumë, pastaj në shkollën e mesme kalon në tjetër plan. Aty dashurohesh më shumë me artin, nuk ndahesh dot me pastaj. Dal nga dal, kupton që ajo është pjesa tënde e vërtet, megjithse për momentin ato ndryshimet e sistemit domethënë patën. Çfarë ke ndonjë kujtim të veçantë të kësaj periudhe, qoftë në fillimet e hershme, qoftë edhe në pjesa kur ti hyre pastaj dhe hyre profesionit në shkollën e mesme? Vazhdimisht në mendjen time në fakt kam pasur to daljet jashtë, kur punonim jashtë, punonim shumë peizazhi në fakt. Edhe kur ishim në shkollë, mbaj mend pazarin e vjetër, rrugët e Korçës ishte vërtet shumë bukur, dhe ndonjëherë kur ktheheshe që ata çuna të thrishin Niko piktori, theshin ndonjëherë thesha unë sikur më pëlqente ndonjëherë thesha tani sikur po filloj të ndryshojnë gjërat. Të ngrohte emërtimi. Po, edhe dal nga dal pastaj u krijua domethënë atmosfera dhe në tjetër nivel, gjithmonë kërkon më shumë. Si e ndjen veten sot produkt të asaj shkolle, sepse bëhet fjalë për një kohë tjetër, ka patur një tjetër. Është pyetje që më pëlqen shumë në fakt, është edhe një pyetje që më ngacmon gjithmonë dhe andaj dhe në Spanjë kur flasim gjithmonë, shkolla, ne e quajmë shkolla e lindjes aty, edhe shkolla ruse le ta quajmë për ndikimin realist që ka pasur, por në fakt këtu ne kishim shkollën tonë shqiptare që ishte shumë e bukur. Ka pasur një lloj ndikimi, është nga shkollat më të mira, është baza që të jep shkolla. Domethënë mënyra e vizatuarit, mënyra e studiuarit, sepse unë shikoj që sot aty ka shumë mungesa domethënë në formimin e vërtet të piktorëve, megjithatë edhe konceptet kanë ndryshuar me kalimin e kohës dhe ne mundohemi të përshtatemi koncepteve, por baza është gjithmonë shumë e rëndësishme domethënë. Dhe ne mundohemi të mbetemi një çik fjeli themi aty, të mbetemi asaj kulturës që kemi marrë, mënyrës së vizatuarit, artit realist, pavarësisht se unë vitet e fundit kam kaluar mbas shumë eksperimentesh, sepse evolon ajo, t'i kthehem pikturës realiste, pak a shumë ose impresioniste. Megjithatë ke dhe ato mbeten dhe karakteristikat e secilit në Pra, sot e ndjen që brymosja që ke marrë këtu në Shqipëri në pjesën e formimit tënd artistik të vlen shumë. Po, në një botë që ka patur zhvillimet e saj dhe ajo në fushën e artit për mënyrën se si zhvilluar, por përsëriti e gjen veten pjesë të saj me këtë origjinalitet. Në fillim ndjeja vështirësinë sepse kërkoja që të shkëputesha në një lloj realiteti tjetër, domethënë për të bërë një art pak më modern. Po shumë shpejt e kuptova që ishte pa nevojshme, edhe absolutisht unë desha të bëja vetveten time, domethënë, dhe gjithmonë aty ku kam qenë jam munduar që t'i përshtatem edhe ambientit. Kemi piktura më shumë natyrën, kemi qenë më shumë të lidhur me realitetin, domethënë, gjatë gjithë kohës. Pra, jo me abstrakte, sepse eksperimente gjithmonë, një artist është gjithmonë i shqetësuar, edhe një artist gjithmonë mendon për artin e ri që do bëj, për hapat e tij që do bëj, bën dhe eksperimente, por ka dhe bazën e tij, baza gjithmonë të gijon, të drejton domethënë, sepse është shumë e rëndësishme për një artist që të ketë një bazë të vërtetë, domethënë reale, vetja e tij. Dhe kalojmë në atë që përfshin ti me largimin nga Shqipëria dhe flasim pak për dallgët e artit që ke provuar gjatë këtyre viteve që nga largimi i Shqipërisë. Kur të krijua mundësia që të mund të rikthesh tek arti, sepse dihet largimi nuk është se është vërtet, ishte i lidhur me artin, ishte i lidhur me arsye të tjera, por një ditë të bukur besoj të trokiti sërish pasioni për t'ju rikthyer. Është shumë e vërtet. Në fakt asnjëherë nuk e kam lënë edhe në kohën kur ka qenë tranzicioni, sepse kuptohet tranzicioni anë ekonomike të detyron të bësh si gjithë të tjerët lloj punësh.
Kam pasur një lloj lidhje, domethënë, ose kanë qenë pjesa grafike, ose jam marrë me edhe në ca kompani që kam punuar në Spanjë, kam pasur lidhje me pikturën. Por duke kërkuar vetveten pak nga pak, gjem anën ekonomike dhe pastaj fillon fiksohesh edhe mundohesh që të krijosh ambientin tënd të punës, ambientin tënd profesional. Kuptohet, është tjetër ambient, nuk ka lidhje me ambientin që kemi ne këtu në Shqipëri. Sikudo është shumë e vështirë. Kultura ndryshe spanjolle, edhe mënyra se si krijohen ato grupimet saktuara, ku nuk është s'është e lehtë që ti të mund të bësh pjesë e grupimeve artistike. E patë të lehtë që të bësh pjesë e këtyre organizimeve duke nisur nga ekspozitat, pjesëmarrje në konkurse të ndryshme. Shumë e vërtetë. Në fakt aty ku jetoj unë ka është pak e veçantë sepse ka koloni të ndryshme. Unë jetoj në Palma de Mallorca, aty është arti, është i ndarë në grupe me gjermanë, është një grupim i madh shumë gjerman, është një grupim i madh nga ana tjetër angles, dhe midis tyre jemi ne që pjesa majorkine, unë e fut veten time në pjesën majorkine, dhe pse është e vështirë, unë kam arritur t'i përshtatem grupit, tani jam i organizuar në këto shoqatat që kemi në Andeja, jeta artistike është ndryshe, është e konceptuar në të tjera nivele, jo nivele si ta quash, por në tjetër formë më mirë ta quash. Edhe unë ndjem komod, tani po që ndjem komod mbas një periudhe edhe. Sa vite do bën që e ndjen veten pjesë të grupit të artistëve? Po thuaj se 10-12 vjet po që ndjem komod, ndjem shumë komod. Është një periudhë besoj e mjaftueshme që ti të ndihesh pjesë e tij, por edhe të japësh kontributin tënd nëpërmjet gjithçka që ofrohet nga organizimi. Për shembull, mënyra e të pikturuarit që kemi mësuar të kontakti me natyrën, që unë jam i rikthyer shumë shpejt, është, domethënë, një nga nevojat më të mëdha që kam pasur unë, kontakti me natyrën. Aty për shembull punohet shumë në studio. Unë në studio nuk punoj do tani sepse freskinë e punës, lidhjen me realitetin, nuk pasuron ngjyrën e tjera. Domethënë kjo është një nga veçoritë që mua më bën aty të spikaz, domethënë. Pra ti e shikon veten si një ide artistike të lidhur ngushtë me realitetin, duke e parë, duke e ndjer, për të reflektuar ato emocionet e momentit, të shumë e rëndësishme në fakt. Edhe është një nga detajet që na ndihmon ne piktorët që vim nga lindja, sepse kështu quhemi, pavarësisht. Pra ka një emërtim artistik për ju që vini nga lindja. Për ne që vim nga lindja, edhe ka shumë respekt për shkollën shqiptare, për shkollën artistike. Unë kisha një anekdotë shumë të bukur, kur vjeri im interesoi për të bërë dokumentat time në zyrën e migracionit, dhe ata e pyetja e parë që i bën, i thanë, çfarë vegle muzikore i bie Dhëndri yt, sepse ishin mësuar që të gjithë shqiptarët që kërkonin dokumenta ishin violinista, artistë, muzikantë, edhe është detaj shumë i bukur. Kjo përshtypje për gjithë shqiptarët që kërkojnë. Është ana shumë pozitive, domethënë, që kanë krijuar kjo pasaporta e padukshme artistëve që funksionon shumë. Po thuajse në Spanjë, e veçantë. Në çdo orkestër ka nga një shqiptar. Unë për shembull aty kam një mik shumë të mirë, që violinist, ka 20 vjet që është violinë e parë, është koncertino. Edhe është njëri shumë i nderuar, domethënë, është shqiptar nga Dibra. Ndërkohë përshtypjet e para në organizimin e parë që more pjesë si artist, sepse edhe kjo është ajo që përbën edhe anën emocionale, por edhe dëshirën për të përfshirë në jetën artistike. Në fakt unë kam qenë pak i ndrojtur në këto ambientet publike në Spanjë në fillim, sepse edhe gjua, edhe forma, edhe mënyra se si krijoheshin situatat më mbyllte pak në vetvete. Nusja ishte ajo më shtynte më shumë që të futesha në për to konkurse të menja pjesë, edhe nga ana e logjistike, domethënë, më kam shtetur shumë. Mora pjesë për herë të parë në një konkurs ndërkombëtar, që ishim më shumë se 200 piktorë. Do pikturonim disa varka, ishte piktura bëj 4 orë, ishte në natyrë. Unë kisha zgjedhur. Ishte një tematikë. Po, ishin me tematikë. Ndërkohë që kemi dhe fotografi. Fotografia është kjo? Kjo është në fakt e viteve të fundit, në fakt, është e shtatorit, është e prezantuar tani vonë. Varkat janë pjesë e jetësime. Pra, varkat i paske objekt
objekt kryesor në punën tënde. Është interesante sepse Vargu që kemi edhe disa fotografi nga shkrimet e për gazeta që lidhen me përfshirjen tënde në aktivitete të ndryshme. Kam pasur shumë aktivitete në fakt, edhe... Po sa mirë që këto pasqyrohen edhe në shtypin e shkruar. Kjo në fakt është një nga gazetat El Mundo, janë gazetat nacionale, jo vetëm lokale, edhe bëhet një punë e mirë dhe aty. Pra pasqyrohen gjitha këto veprimtaritë artistike. Është shumë bukur. Besoj nuk përfshihet vetëm piktura. Për shembull, kam fituar disa çmime aty, kam fituar çmime të para, kam fituar një çmim në deri të është një piktor si puna e Vangjush Mios, po është një piktor shumë i njohur aty në Majorka. Ja, kjo është një nga fotografitë që na shoqëron. Është një çmim publiku që ma kanë dhënë, domethënë. Ja dhe këtu ku kemi pikturën e realizuar së fundmi. Kjo është në një nga galeritë e Sojerit, është zuri vendin e 5, domethënë në nivel piktorësh, në finalistët. Ndërkohë që çmimi më i veçantë që ke marrë ose ai më i paprituri, sepse ndonjëherë pjesëmarrja është dëshira për të përfshirë. Kjo ka qenë një periudhë tjetër ku mbra një eksperimentim me një cikël. Kjo janë eksperimentet e tua? Po, me një cikël refleksesh, kuptohet. Edhe kjo është pjesa e atij çmimit të padashur që ka marrë, jo padashur, të papritur. Të papritur. Morëm pjesë në një konkurs të shpejtë. Kjo është nga pjesa në katalogu që u zgjodh në Akademinë e Arteve të Bukura të Valencias, në 3 punte më të bukura të u përfshit e puna jote. Po. Ishte shumë e bukur anekdota sepse unë e çova punën, çova një format shumë të vogël, që zakonisht aty nuk vlerësohet, të gjithë duan të bëjnë piktura të mëdha. Gjëra të mëdha që të bien në sy, të shprehen elementet karakteristike të punës. E kisha fiksuar çdo pikturoja, nuk e gjeta varkën sepse ishte bërë një regatë është një konkurs me varka, dhe kishin ikur varka dhe nuk e gjeta varkën aty. Që do pikturoja që kisha vendosur, po kur vajte nuk e gjeta. Ka shumë që të mos vonohesha sepse 4 orë kishe. Dhe mora atë posterin e konkursit dhe bëra si varkë. Edhe vura aty në afër limanit dhe pikturova ta kisha si model dhe pikturova të gjithë posterin siç ishte. Pra ka qenë çdo gjë e sajuar, ë? Po, shumë e sajuar. E bëra pikturën, e çova aty dhe kur në kohë kur jepeshin çmimet, shkova pa ndonjë pretendim. Shkoj punën time midis 200 punësh, ishte në atë tabelën që kishin marrë çmimet dhe kur mësova që ishte çmimi i parë, ishte surpriza më e madhe që mund të ndodhte, domethënë ishte kjo ka qenë shtysë shumë e madhe, domethënë edhe të ndihmon në besimin që. Po kjo tregon dhe pjekurinë artistike, ë? E vërtetë është që se si në sajesë, në dëshirën për të marrë pjesë në këtë konkurs, ti arrite që t'i japësh më të mirën dhe për të vlerësuar. Shumë e vërtetë. Dhe kjo të ndihmon në fakt shumë dhe nga ana psikologjike, po dhe nga ana të jep besimin që vërtet ne kemi vlera që në perëndim me kalimin e kohës kanë humbur. Ndërkohë që ne për fat të mirë kemi ende. Shumë, edhe duhet i ruajmë, shumë e vërtetë që duhet i ruajmë. Dhe kalojmë tek arsyeja që ke ardhur artistikisht në Korçë. Si e ndjer me këtë pjesën e të ardhurit me petkun e artistit? Në fakt ka qenë ëndër, sepse shpesh i takoja miqtë e shokët e mi, më theshin Nikolin, si ka mundësi Nikoli, si ka mundësi që vjen në Spanjë dhe nuk ke bërë një ekspozitë ose ndihesha boshtlidh domethënë edhe ndaj qytetit, sepse edhe këtu jam rritur, këtu kanë qenë gjithta profesorët, Brezi, Meil Këxhanen, Ladi Topin, Kaçakun, profesorin e dashur Kuqalin, që e kam takuar para pak ditësh, që unë i them profesor gjithmonë dhe ai më shikon, i thotë ne jemi kolegë më shumë, po unë kam respekt jashtëzakonshëm. Edhe shumë bukur domethënë që të kthehesh me kolegët, me Romin, për shembull Kallçon kemi rritur bashkë, Romin e kam ftuar dhe në Spanjë kemi bërë një ekspozitë përbashkët. Dhe është shumë bukur domethënë që të jesh midis kolegësh dhe njerëz. Hapja një ekspozite. Hapja ekspozitës ishte dëshirë edhe një borxh që kisha qytetit domethënë. Nga ana logjistike është e vërtetë që goxha e komplikuar. Dhe është akumulimi gati 2 viteve punë pak nga pak për ta krijuar dhe tani erdhi momenti, pata dhe një ftesë, falenderoj dhe bashkinë dhe Blertan që më ftuan për ditët e Mios,
Ishte shumë bukur. Pra bëre një rrugë edhe dy punë. Realizove ëndrrën e hapjes së ekspozitës. Ishte vërtet. 2 vite punë, por edhe pjesëmarrjen në ditët e Mios, një koloni piktorësh ndërkombëtar. Ishte shumë e veçantë. Shumë e veçantë dhe krijon lidhje të veçanta, shikon edhe çfarë ndodh sepse pjesa më e madhe ishte ballkanike, pak a shumë. Edhe krijon lidhje të tjera dhe shikon se si komunikohet, shikon se çfarë kërkohet, tendencat, ndryshimet. Është interesante dhe është e domosdoshme domethënë që piktorët të kenë këtë lloj komunikimi midis njëri tjetrit. Mbas asaj ekspozita ishte tjetër ngarkesë domethënë u mundova. Si u prit ekspozita dhe emocionet e realizimit të kësaj ëndre? Mendoj që në përgjithësi të paktën unë shikoj që ka reagim shumë të mirë, edhe kam marrë mendime të mira nga miqtë e mi të paktën edhe nga me sa shoh. Vetëm që ka një ndryshim pak të vogël, që unë nuk pikturoj në shtëpitë e Korçës, po pikturoj detin mes dheun, me dritën e vet që është. Po si atë freskinë e detit në Korçë nëpërmjet kësaj ekspozite. Specifika është sepse gjithmonë jeton aty dhe unë do reflektoj. E kam dhe ky është një bosh tjetër që i kam, do mundohem që të krijoj një moment për të punuar pak më gjatë 2-3 javë ose një muaj. Do të ishte bukur për ty, besoj. Ti rikthesh asaj që Korça ka përfaqësuar në artin tënd. Që ta marr dhe Korçën ta çoj aty. Se dhe kjo është shumë interesante, domethënë. Shumë e bukur dhe është diçka që tregon edhe vlerat që Korça vazhdon të mbarë. Flasim shpesh. Por dhe njohjen e Korçës në Palma de Mallorca. E vërtet. Jo, ne flasim shpesh në fakt. Edhe pa çuar punët, pa dashur, gjithmonë çdo vit ti bësh ambasador, sepse në kohën kur komunikon me piktorët, me galeritë, me njerëzit që ka aty, gjithmonë ti ndjehesh mirë në shtëpinë tënde, domethënë shtëpia ime aty është Korça. Kurse aty unë gjithmonë jam i huaj. Ndonjë projekt të afërt që ke për të përmbushur, për ta mbyllur edhe me këtë pikë, sepse dihet që bota e artistit është një jetë në vazhdimësi me plot ngjyra dhe me plot ide, por ndonjë ide të freskët që mund ta realizosh shumë shpejt. Kam një projekt që është në fakt shumë i rëndësishëm, e kam aty në Majorka, një nga galeritë më të mira që ka Majorka, është për në maj, është e planifikuar. Tani me kthimin, domethënë duhet të punoj shumë seriozisht dhe shumë fort që ta arrit ta realizoj deri në maj, domethënë. Kjo është projekti më i afërt. Pastaj me shumë dëshirë do kisha të shtoj ndonjë gjë për të kthyer ose në Shqipëri ose të rikthesh sërish diçka nga Shqipëria në Spanjë. Vitet e fundit po ndodhin shumë aktivitete midis Shqipërisë dhe Spanjës, sepse ka shumë organizata që janë të interesuara, edhe shumë vizita ka pasur me spanjoll. Unë si vit kam takuar shumë spanjoll në Shqipëri. Po. Kështu që them që do jetë një derë e hapur edhe për ne, domethënë që merremi me artin edhe me. Patjetër. Unë të uroj shumë suksese në artin tënd, të falenderoj që e solle një pjesë të tij në këtë ekspozitë, u bërë edhe pjesë e kolonisë ndërkombëtare Ditët e Mios, sepse arti flet gjithmonë në gjuhën universale të së bukurës dhe piktura është një nga ato arte që e përcjell më së miri diçka të tillë dhe vazhdon ta përcjellë dhe do ta përcjell gjithmonë. Dua t'ju falenderoj dua të falenderoj bashkinë, dua të falenderoj ata që punuan aq shumë, që të paktën e realizuan të paktën këtë dëshirën time të hershme. Dua të falenderoj të gjithë miqtë që më kanë vizituar edhe që janë mbështetja ime, domethënë edhe njerëzit, domethënë që unë nuk i njoh, po që është një pjesë edhe më njënë dhe është kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Ne urojmë që Korça të bëhet pjesë e dëshirave tuaja sërish edhe në të ardhmen tënde artistike. Je gjithmonë i mirëpritur. Shumë faleminderit. Përfundojmë bisedën në studio, ishim me Niko Moskon ose Nikolin Moskon, piktor, prej shumë vitesh ai jeton jashtë Shqipërisë, sollëm pjesë të jetës së tij që me fillimin e artit, me pjesën e aktivitetit artistik dhe deri me pjesëmarrjen apo arsyen që ka ardhur në Korçë, qoftë për pjesën e ekspozitës ëndrës së realizuar, apo edhe pjesëmarrjes si artist në koloninë ndërkombëtare Ditët e Mios.